Kjo është një nga rrugët më tipike të Milano sot, qytetit të dytë më të madh të Italisë dhe njëkohësisht qytetit më të rëndësishëm industrial, kulturor dhe ndoshta të modës në Itali. Pse them që është një nga rrugët tipike? Sepse është një miksim i të gjithë etapave të historisë Milanos. Përballë janë godinat e fundit të shekullit të 19 dhe fillimit të shekullit të 20, që filluan të evidentojnë Milanon si qytetin më të rëndësishëm të Italisë në raport me zhvillimin industrial por edhe kulturor. Përballë janë godinat pak më të reja, një pjesë të ndërtuara në kohën e Mussolinit dhe pjesa tjetër të ndërtuara kryesisht në vitet 60-70, kur Italia filloi të kishte një boom për ta kaluar atë nga një vend i varfër europian në një prej 5 vendeve kryesore të Europës, të botës, ndërsa këtu është Principe di Savoia, hoteli historik i Milanos, që pavarësisht ndërtimeve të hoteleve të reja dhe më të famshme aktualisht vijon të mbetet ikona e zhvillimit ose e mikpritjes Milanos. Ndërsa përballë është zona e re e Milanos me grattacielat e larta dhe me pjesën e pallateve, të cilat sot reflektojnë një zhvillim të ri ekonomik të qytetit. Pak më tutje, nëse do spostohesha në këtë drejtim, duken pallatet e famshme të Boerit, Boscolo vertikale, pra pyjet vertikale, që janë menjëherë mbas kësaj godine që ka shenjën e Interit Milanos, pra ekipit famshëm. Është ky miksim, pra sikur se thash, i pjesës thuajse 150 vjeçare, me pjesën 100 vjeçare dhe me zhvillimin e shekullit të 21 që është në këtë drejtim dhe që konsiderohet pra pjesa më elitare e Milanos. Po pse Milano është qyteti më i rëndësishëm i Italisë sot, pavarësisht se Roma është kryeqytet dhe ka numrin më të madh banorëve? Historia e Milanos është shumë interesante. Plus kam dhe një histori që lidhet me një shqiptar. Milano zhvilloi si një prej qytetet më të mëdha italiane herët, por ajo ra fillimisht në pushtimin spanjoll dhe më pas në pushtimin austriak. Austriakët e dominuan thuajse 2 shekuj Milanon, por në mes të shekullit të 19. Ngritja e rezistencës milaneze, pra rezistencës italiane, nacionaliste, qoj në një sër kryengritjesh dhe përplasjesh madje problematike, pra me mjaft të vrarë, që quan në 1861 në pavarësinë pra në shkëputjen e Milanos ose të Lombardis nga Austro-Hungaria dhe bashkimin e saj me mbretërinë italiane në pjesën e famshme ose në kohën e famshme që njihet si Rilindja. Që në atë kohë Milano filloi të merrte një zhvillim të madh, ajo ka 3 vepra shumë të mëdha. Ka Duomon e Milanos, që është një prej godinave ose katedraleve më të famshme në të gjithë botën, ka teatrin e Skalës, i ndërtuar pra në shekullin e 19, i cili po ashtu është një prej qendrave kulturore më të famshme, ku janë luajtur veprat e para të Giacomo Puccini dhe Giuseppe Verdit, sidomos ato të Verdit, dhe që konsiderohej në shekullin e 19 një prej pikave kulturore më të rëndësishme të muzikës operistike në Europë. Njëkohësisht ka darkën e fundit Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci jetoi 15 vjet në Milano, unë po vazhdoj të jap pamje të qytetit. Leonardo da Vinci jetoi 15 vjet në Milano, i thirrur nga Conti Sforza, dhe arriti të bëj një sër veprash urbanistike, siç ishte madje dhe kanalizimet e qytetit, dhe njëkohësisht ai vizatoi darkën e fundit, veprën më të famshme të tij, e cila ndodhet në një prej manastireve të Milanos. Këtu jam në pjesën moderne. Në fillim të shekullit të 20, Milano ndërtoi centralen, stacionin e trenit, i cili u ndërtua nga Mussolini dhe mbaroi në vitin 1931 dhe filloi të konsiderojë si zona më rëndësishme industriale e Italisë. Këtu jam në San Giacomo, një prej kishave të qytetit, që thash reflekton arkitekturën e shekullit të 19, ja dhe miksimi i 2 zonave, e fundit shekullit të 19 me fillimin e shekullit 20 ose mesin e shekullit 20,
ajo i më tuti është një ndërtim i kohës Mussolinit, dhe me pjesën më moderne të qytetit të shekullit të 21. Milano u bë shumë shpejt një qytet i zhvilluar industrial, jo vetëm me industrinë, pra po them të pak më të rënd, por njëkohësisht dhe me industrinë e tekstileve dhe përpunimin e lëkurëve. Për arsye një tradite të hershme, Milano filloi të ndërtonte disa prej fabrikave, Milano dhe zona rrotull saj, disa prej fabrikave më të rëndësishme tekstileve në Itali, që pak nga pak u bën ndër fabrikat më të rëndësishme tekstileve në botë. Fal 2-3 stilistëve të famshëm, të cilët u evidentuan në Milano në fund të viteve 70, si Gianni Versace, Giorgio Armani, Dolce Gabbana, pra dy partner me një tjetrin, Prada dhe të tjerë, Milano u kthye pak nga pak një qytet i rëndësishëm i modës europiane dhe një prej 4 qyteteve më të rëndësishme të modës në botë, pra duke u krahasuar me Londrën, me Parisin, me New Yorkun dhe me Londrën. Aktualisht, ai e mban statusin e një prej kryeqyteteve europiane të modës me zhvillimin e 2 javëve të modës në vit. Zhvillimi i modës në Milano, pra java e Fashion Week, zhvillimi i modës në Milano ka kthyer atë në një qendër të rëndësishme të Italisë dhe qendër dhe industriale, ndërkohë që sot në Milano është përqendrimi më i madh i pjesës hotelerisë në Itali, ku ka disa nga hotelet më të mirë dhe më të rëndësishëm të gjithë Italisë, siç është Four Seasons, Mandarin Orientali, Armani Hotel, por edhe shumë hotele të tjera që janë në një nivel shumë të lartë, të ndoshta ndër më të mirët e Italisë, dhe njëkohësisht Milano mbetet qyteti më i shtrenjtë i Italisë dhe një nga më të shtrenjtët në Europë. Sipas të dhënave, metri katror në Milano në këto godina e ka një mesatare prej 5.700 euro metri katror, duke u rritur me 300 euro sipas të dhënave të statistikave europiane nga viti kaluar, pra rreth 300 euro në vit mesatarisht, ndërsa në godinat tjera qendrore çmimi shkon deri nga 7 deri në 12.000 euro metri katror. Nëse flasim për godinat e reja, pra këto godinat ndërtuara në zonat rezidenciale dhe sidomos në zonat qendrore të Brerës apo rreth e rrotull Duomos, po sidomos në këto godinat e reja, metri katror shkon deri në 25.000 euro për metër katror. Pra 25.000 euro duke quar një prej qyteteve më të shtrenjta të Europës dhe njëkohësisht një qytet ku qirat kanë arritur nivele nga më të lartat. Niveli ekonomik dhe zhvillimit të Milanos është shumë më i lartë se i pjesës tjetër të Italisë, pra me diferencë të madhe nga pjesa tjetër e Italisë, dhe Milano është realisht zemra e zhvillimit të Italisë. Milano ka 2 ekipe të famshme futbolli, Interin e Milanos dhe Milanin. Milani është pak më i hershëm, ndërsa Interi Milanos ka pasur presidentin e parë një shqiptar, Giovanni Paramithiotin, me origjinë nga Paramithia e Çamërisë, i cili u bë presidenti i parë i ekipit dhe drejtoi atë për paktën 2 sezone, por ai konsiderohet si një nga themeluesit kryesor të ekipit. Gjithashtu në Milano ka jetuar Ibrahim Kodra, një piktor i famshëm me origjinë shqiptare, i cili e ka ende sot studion e tij në Piazzale Loreto, në pikërisht në atë zonë ku në vitin 1945 u var me kokë poshtë Benito Mussolini, diktatori italian, dhe dashura e tij Claretta Petacci. Të dy u varën në Piazzale Loreto, e cila është sot po ashtu një vend vizitash për hir të këtij fakti. Thash edhe një herë, jam në qendër të Milanos, aty ku ndërthuret arkitektura e shekullit të 19 me arkitekturën e shekullit të 20, pra jam një nga zonat më të njohura të Milanos, me arkitekturën e shekullit të 21, një miksim i 3 epokave në Milano, një prej qyteteve më të rëndësishëm të Italisë.